Dakor, ndalemi pak tek Suedia, një nga vendet që ka dërguar paketa ndihme me vlera të konsiderueshme në Ukrainë. Për çfarë bëhet fjalë? Flasim së fundmi, paketa e fundit? Po, paketa e fundit e Suedisë që ka dërguar në Ukrainë, pasi është një nga vendet që vazhdon të dërgojë paketa, vetë Gjermanisë, Britanisë e të tjerë, është dërguar në fund të muajit mars dhe përmbante një sër armatimesh, ndërmjet cilave ishte dhe CV-90-40. CV-90 faktikisht është një sistem IFV, Infantry Fighting Vehicle, pra është një mjet sulmi që shoqëron Komsarin, është i pajisur me dy variante gryka zjarri, një 40 mm dhe një 20 mm Bushmaster, kjo në varësi dhe të misionit që do të ketë. Është një mjet që ngjason edhe me një tank, por edhe me një mjet blinduar. Ukraina ka marrë 90 deri më tani nga Suedia dhe çuditërisht ka humbur vetëm 3 prej tyre në luftime dhe në të 3 rastet ekuipazhi ka arritur të shpëtojë. Pra është një mjet i blinduar, jashtëzakonisht shumë i mbrojtur dhe shumë efikas. Por ajo që e bën dhe më të veçantë është se ky lloj mjeti i blinduar ka edhe një rrjet kamuflazhi e quajtur Barracuda. Ajo e bën të padukshëm ndaj rrezave kuqe ose optikave të tjera të cilat janë për të vrojtimin dhe për të zbuluar kundërshtarët dhe e ul me 70% zbuleshmërinë ndaj armiqve të tjerë. Gjithashtu është një mjet mjaft i shpejt, ka një shpejtësi për rreth 70 km/h, pesha e tij është 38 ton, pasi nuk është një tank i mirëfillt, por është një mes një autoblindi si shtash dhe një tanku dhe mbi të gjitha gryka zjarrit qëllon deri në 300 goditje në minutë, pra ka një rrjet zjarri jashtëzakonisht shumë të madhe. Dakor. Ndërkohë për çfarë armatimesh një tjetër Suedia në Europë? Po, Suedia gjithashtu në Europë mjet për avionat e saj, Jas Gripen 39 janë nga avionat më modern faktikisht në botë. Zelenski ka vite që i kërkon faktikisht nga Suedia këto lloj avionësh, por Suedia ende nuk ka dhënë një dritë jeshile. Faktikisht Jas 39 Gripen është një avion i prodhuar në vitin 1996, por ai është modifikuar në vitin 2002, si gjithë avionat e tjerë, siç është F-16, Eurofighter Typhoon dhe shumë të tjerë, janë nështruar modifikime ku është përmirësuar sistemi goditjes, armatimi, radari të tjerë. Ka një rrezet luftimi jashtëzakonisht shumë të madhe, rreth 800 km, shpejtësia është nga avionat më të shpejt sot për sot në qarkullim, është rreth 2100 km/h dhe ka gjithashtu një gamë jashtëzakonisht shumë të gjerë armatimi, ka këto armatime standarde të NATO, siç është AIM-120, që është kjo raketa jashtë linjës së shkimit të pilotit, pra që komandohet direkte nga radarët, që ka një rrezë veprimi tek 150 km, ka një rrezë jashtëzakonisht shumë të madhe. Ukraina i ka këto lloj raketash faktikisht me avionët F-16 që ka marrë në dorëzim, përdor raketat Iris-T, të cilat janë një prodhim gjerman, që përdoren edhe nga sistemet antiaerore Iris-T SLM. Gjithashtu ka edhe një gamë shumë të gjerë për sa i përket misioneve air-tok, që janë bombat, ka AGM-65, prodhim amerikan, Maverick edhe DVS-39 bombë. Pra, është një tank fluturues, mund ta quajmë pas një lloj modyshje.